Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahun e falenderojmë, I vetmi është ai I cili meriton të falenderohet dhe të adhurohet. Përshëndetje të përcjellmi të I dërguari jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të pasuesit e tij dhe ata të cilët do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndërruar vëllezër, të ndërruar besimtar, paqja mëshirët e Allahut qoftë mbi të gjithë ju. Natyrisht, përmes kësaj paraqitje tek ju të ndërruar vëllezër dhe te auditoriumi I gjerë, audiencën që e kap televizioni I respektuar TV Shenja, përfitoj nga rasti që t'ia uroj muajin e bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun fuqiplot që të kemi një Ramazan të lehtë, të shëndetshëm, të planuar, të begatshëm, I cili ndikon si në aspektin shpirtëror, por bëhet edhe një udhërrëfim për të përcjellur, kontrolluar, disiplinuar ndërgjegjen tonë dhe vetët e tona, në mënyrë që të dalmi nga ky muaj më të kompletuar, më të dobishëm për veten, familjen dhe shoqërinë. Ne të gjithë ndërruar vëllezër dhe besimtar, e dim se Ramazani nuk është vetëm agjerim I trupit dhe nuk është agjerim, po them vetëm I trupit, por është agjerim edhe I gjuhës, është agjerim edhe I mendimit, është agjerim edhe I komunikimit. Prandaj në paraqitjen e sontit, në këtë ligjërat, në këtë muaj të bekuar, desha të bëj disa ndërlidhje mes etikës së komunikimit dhe Islamit. Sepse sot të gjithë e dim se po jetojmë në një mjedis, në një kohë kur komunikimi publik është zhvendosur masivisht në rrjetet sociale dhe hapësira publike sot është e ngarkuar me mënyrën se si ne komunikojmë dhe gjuha e jonë në kontakt me opinionin publik është bërë shumë më lehtë, e pa kontrolluar, nuk respektohen standardet dhe digitalizimi I rrjetet sociale ja kanë bërë të mundshëm kushdo qoftë dhe secili të shprehë mendime, të atakojë vlera e kështu me radhë. Lind tash në kohën e komunikimit masiv një pyetje thelbësore, ajo se ne sot po komunikojmë më shumë, por apo komunikojmë me njëri tjetrin më përgjithshëm. Dhe se e dyta, etika islame, morali islam, fenomenin e komunikimit, fjalës, shprehjes, mendimit, për dallim nga etika tjera, nuk e shikon si akt neutral, por e shikon dhe na mëson se komunikimi, fjala, mendimi, gjykimi për tjetrin është akt dhe vepër morale e cila bartë pasoja edhe shoqënore, por bartë edhe pasoja shpirtërore. Prandaj në Islam fjala ka peshë, ka përgjegjësi, e cila nuk e synon vetëm publicitetin dhe audiencën, por e synon qëllimin dhe mesazhin të cilën ajo ia përcjell audiencës. Pra, feja islame do të thotë në diskursin publik, Islami dhe etika islame na mëson se fjala peshohet, ka peshë, ka rëndësi, ajo regjistrohet tek Allahu I lartësuar dhe nesër do të shërbeje ose për neve, e mashta Zoti të jetë në ditën e gjykimit argument kundra neve. Do thotë fjala në diskursin islam ka peshë,
ka përgjegjësi morale, ajo regjistrohet mos të njerëzit, të regjistri përfundimtar të Allahu i lartësuar, dhe ajo pastaj bëhet sebeb edhe shkak për të gjykuar dhe ne të gjykohemi sipas asaj që kemi folur dhe sipas asaj që kemi komunikuar. Në surën Kahf, Allahu i lartësuar thot në ajetin numër 18, nuk shqipton njeriu asnjë fjalë pa qenë pranë tij mbikëqyrësi që e regjistron. Domethënë, fjala në islam nuk ka pesh vetëm në etikën islame, nuk është me karakter vetëm neutral. E them, e mendoj, pavarësisht se cila është konsekuenca dhe pasoja e saj në hapësirën publike. Por ajo regjistrohet te Allahu i lartësuar dhe do të peshohemi nesër në ditën e gjykimit në bazë të asaj që e kemi thënë. Dhe në këtë aspekt, kjo është shumë e rëndësishme për të vendosur një variabël, njësi matëse të asaj çka e flasim, pse e flasim dhe si e flasim, nëse një nga frika dhe nga bakujdesia ndaj hapësirës publike dhe njerëzve duhet të ndërgjegjësohemi se marrni përsipër nesër edhe përgjegjësi morale para Allahut të lartësuar. Në etikën islame, kur flitet për vendosjen e disa standardeve për komunikimin dhe raportin me hapësirën, opinionin dhe median publike, komunikimi dhe fjala nuk është thjesht vetëm shprehje e lirë, por përtej saj është përgjegjësi morale. Në rrjetet sociale sot në përgjithësi fjala edhe pesha e fjalës e komunikimit ka një mungesë etike, sepse ajo shprehje thuhet, por nuk mbartë përgjegjësi morale. Dhe kjo shprehje shpesh herë relativizohet, kanjherë humbet edhe arsyetohet për të mos marrë përgjegjësi rreth anonimitetit, duke mos përmendur referencat në të cilat është marrë dhe mbështetet ajo që është thuhet pa referenca, është anonime, dhe pavarësisht kanjherë lëndimeve dhe linçimeve të cilët ne ja bojmë tjetrit, justifikohet me opinionin personal. Fundit është e drejta ime, është opinioni imi dhe unë kam të drejtë të them të shprehi gjithatë. Por nga perspektiva islame, ky lloj gjykimi është i papranuar, pavarësisht se ti dëshiron të relativizosh, të dëshiron të fshefësh pas ndonjë anonimiteti, ose pavarësisht se ti dëshiron të justifikohesh me opinionin personal, megjithatë kjo nuk të privon dhe nuk të mbron dhe nuk të kursen nga përgjegjësia morale nëse ti përmes saj tregu i pakujdesshëm dhe e ke lëndu dikan që në të shumtën e rasteve sot shohim se gjëra të tilla na ndalin dhe gjëra të tilla janë shumë prezente, të cilat nuk kontrollohen dhe nuk kursehet opinioni publik. Thjesht është i kontaminuar me gjëra të pavërteta dhe me shpifje, me linçime dhe insinuata të tjera. Domethënë, nëse flasim për etikën islame dhe komunikimin publik, Islami të nderuar vëllezër, të nderuar besimtar, të nderuar xherus, i vendos tri të vërteta. E vërteta e parë, kur dëshirojnë të komunikojmë, edhe në këtë rast që po komunikojmë me opinionin dhe me juve, e para është sidkun. Fjala ka pesh nëse prapasaj qëndron e vërteta dhe thuhet dhe mbrohet dhe kultivohet vetëm e vërteta. Për këtë, po t'i shërbyer të qëllimit nuk është lehtë, për ato Kurani e ka gjykuar shumë rënd gënjeshtrën, sepse gënjeshtra e mbulon të pavërtetën dhe në hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam se nëna e të këqijave është gënjeshtra.
fuqishëm e ka denoncu lajmin e pa verifikuar. Pa referencë, kur si thomi, kur ti bëhesh autoritet referencial i çdo gjëje, dhe kur e thu, e arsjeton me vetën tënde. Por, lajmin e pa verifikuar, pa referencë, e ka gjikuar shumë, dhe në kapitullin e Al-Hujurat ajeti numër 6 thot, nëse ju janë ndonjë lajm nga një i paves, fetebejjenu. Keni kujdes, verifikoni është i vërtet apo nëse Kurani për të qëndruar te e vërteta e ka gjykuar dhe mendimin e keq, su o dhon, dyshimin. Nuk guxon të ndërtosh gjykim për të tjetërin dhe të paraqetesh, të paraqitesh me një mendim në rrjetet sociale, në opinionin publik, në bazë duke pas dyshimin. Edhe kjo është e denoncuar shumë rënd në kapitullin e Hujurat. Prandaj sot po jetojmë në kohën, siç ata shmerret, në kohën në periudhën e rrjeteve sociale, ku mendimi shpërndahet shumë lehtë para se të kuptohet dhe shpesh herë është i ngarkuar me emocione, i cili më shumë i shërben të vërtetës individuale se sa të vërtetës përgjithshme, e cila ka peshë dhe ka përgjithësi. Do të thotë një herë për të ikur ne dhe për ta pastruar dhe ta ruajtur hapësirën publike nga fjala pa peshë dhe pa përgjithësi, duhet ta kemi synim sidkin, të vërtetën. E dyta, duhet ta kemi, siç thuhet, kirametul insan, dinjitetin e tjetrit. Sepse Islami në asnjë mënyrë nuk lejon të merret na për këmbë autoriteti, integriteti dhe dinjiteti i tjetrit. Prandaj Islami kërkon në etikën e tij, në moralin e tij, që të mbrohet njeriu edhe kur gabon, që të sillet më mirë edhe kur e ki kundërshtar, edhe kur njeriu nuk ka pushtet. Çdo lloj tallje, çdo lloj linçimi virtual, çdo lloj përbuzje, bulizmi, ose dhunë, qoftë edhe simbolike, e atakan edhe e cenon dinjitetin e tjetrit, një dukuri dhe fenomen i cili është tepër i shpërfaqur, dhe sot tepër është i pa kontrolluar, për shkak se mungojnë standardet e etikës së komunikimit. Prandaj në këtë kuptim, fjala publike qëndron pranë të vërtetës në Islam dhe ka për qëllim të ruaj dinjitetin dhe integritetin e një. Dhe në tre, fjala në publik, sipas etikës islame, dëshiron ta ketë synim dobijen shoqërore, maslahatul mursal, interesin e përgjithshëm. Dhe jo, prandaj në Islam është shumë e rëndësishme pyetja, a kam drejt të flas? A mund të them? Pse e them? Dhe në fund, ato që e them, a është e dobishme? Dhe përkund është e dobishme? Kujt i shërben? Cili është ndikimi i saj? Dhe në fund, cila është dobija shoqërore nga mendimi të cilin e shprehemi edhe fjalën të cilin e kemi. Sot jetojmë në botën e rrjeteve digjitale, rrjeteve sociale, ku mundësia e komunikimit me publikun është të madhe, nëse i referohemi djetarit, mendimtarit Umberto Eco, jetojmë në kohën kur budallakia dhe ignoranca është shpërfaqur dhe shfaqet më lehtë se kurrë, sepse çdo kujt i jepet e drejta të flasë, të jap mendim dhe të vlerësoj. Prandaj nga këndvështrimi islam na paraqiten shumë mendime dhe ide dhe këshilla që mos ta rrezikojmë dhe të bimë në kurthin e ndërtimit të një krize etike me opinionin dhe komunikimin publik. Dhe Islami dhe etika islame i ka identifiku
dhe identifikon disa smundje të cilët janë morale dhe e toksikojnë komunikimin publik. E para është ajo që quhet nemime digjitale, do ta quaja. Nemime do të thotë përhapje fjalësh, shpifjesh dhe insinuata të paverifikuara dhe etiketime të cilat nuk bartin përgjegjësi direkte. Kjo është e para dhe këtë Islami e ka gjikuar shumë fort. E dyta është hasedi, ose zilia, ose gjuha e urrejtjes. Shpeshherë gjuha e urrejtjes, të cilën ne e shfaqim dhe e shohim sot në media, të ndrollëzër dhe besimtar, mbulohet përmes mendimit kritik, ose ta quaj më mirë maskës kritike, ka njerë edhe përmes humorit, apo edhe ajo që quhet aktivizim shoqëror dhe social në hapësirën publike. Gjithkush dëshiron të jetë aktiv dhe gjithkush dëshiron të thotë diçka, por nuk e kursen gjuhën e urrejtjes ndaj të tjetrit. Dhe kjo e rrezikon etikën publike të komunikimit publik në shoqëri, që Islami shumë. Dhe e treta dhe e fundit është vetë promovimi, ose një lloj narcizoizmi. Ne ka njëherë kjo mania e lajkave, e vetë pëlqimeve, në ndjekjes virtuale, në nglit në lloj deliri individual, dhe e vetë pëlqejmë vetën dhe harrojmë kur kalojmë në arrogancë dhe kur shfaqemi intolerancë ndaj të tjetrit. Dhe në fund me qemi të gjithë tash në muajin e Ramazanit, e cila përveç të tjerash përcjell edhe një etik, ose Ramazani është një shkollë i etikës edhe i moralit, ku ka thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, kush nuk heq dorë nga gënjeshtra dhe veprimi sipas asaj, Allahu nuk ka nevojë që ta lojë atë ushqimin. Ja si e rregullon komunikimin mediatik me publikun. Në fund të vitit ju mund të qëndroni agjërueshëm, duke qëndruar pa bukë dhe pa ujë, por efekti i atij agjërimi është minimalist, e maksimalisti kërkohet agjërim maksimal dhe të pranuar nëse ne i lojmë edhe gënjeshtrat, nëse ne i braktisim edhe veprimet sipas saj, duke bërë që të agjerojmë së bashku me trupin edhe goja, edhe syri, edhe gjuha. Prandaj, agjerimi pa etik, komunikimi është një lloj formalizëm. Ramazani kërkon reformim gjuhës, dhe pyetja edhe për neve sonte, edhe për shikuesin, është kjo se Islami ofron një etikë alternative, duke mos na akuzuar për cenzur, por për vetëpërmbajtje. Nuk kërkon heshtje, por kërkon përgjegjësi. Dhe për këtë kemi edhe hadithin e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, ditën e fundit, ose le të flas mirë, ose le të hesht. Ky parim mundet më duke radikal, por ky parim megjithatë është aktual dhe është i domosdoshëm. Do thotë, për ta përmbyllur këtë paraqitje, Islami dhe etika islame na ofron për fjalën e lirë, por krahas fjalës lirë kërkon të rritet përgjegjësia dhe nuk guxon të mungoj përgjegjësia. Etika islame e rikthen peshën morale të komunikimit. Prandaj Ramazani na fton të disiplinojmë gjuhën, të pastrojmë komunikimin publik dhe në fund ta kthejmë fjalën në amanet, e jo në armë dhe kacafytje për dominim, për linçim, për autoritet individual. Lusë Allahun e lartësuar, që të kemi agjerim, përveç agjerimit edhe edukim, të shëndetshëm dhe produktiv. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.